Po duket një deja vu ngjashme si gjithë këto seanca, përderisa nuk ka një marrëveshje atë mbetet e njëjta. Unë shpresoj që do të kemi kohë ta propozojmë kandidatën cilën ne jemi thirrur të përshqiven ose për Bogujevçin, jemi të gatshëm ja udhë votën, e kemi ofruar në kuptimin edhe si opozitar këtë favor, mendoj që është i mjaftueshëm. Faleminderit. Nuk do të merrni pjesë në këtë formimin e komisionit zgjedhor për kryetar të vendit, për shkak që nuk po shihet prej pushtetit që janë duke hequr dorë nga votimi. Mendoj që tash nuk bëhet laf më për pushtet, këtu po flasim për partinë e cila ka dalë e para në zgjedhje dhe ka mandatin e konstituimit të organeve të kuvendit. Mendoj që është antikushtetues ndryshimi i procedurës votimit gjatë vazhdimit të seancave. Edhe për këtë arsye i kemi thënë që nuk jemi të gatshëm u bë pjesë e kësaj forme. Domethënë mendoj që është antikushtetuese dhe çdo deputet ka obligative mos me ra prej këtyre formave manipulimi. Gjithsesi unë mendoj që është ofertë e mirë dhe zoti Kurti sot është dashur me reflektu. Faleminderit shumë. Ditë marr. E di që ju kemi lodhur ju.